53.000 euro janë mbledhur për një të ri tetraplegjik pas trajtimit të rastit të tij tragjik në ekranin e News 24. Gjatë ditës së martë në emisionin Me zemër të hapur të autores Evisa Ahmeti u bë publik rasti i Paulos, një të riu shqiptar që u sulmua mëngjesin e 19 maj 2024, ndërsa kthehej nga puna në Itali. Për t'ja vjedhë unë manufattina, nuk kishte mundësi me ardhe dita që Paulo do të viste. Paulo u qëllua në kokë nga një grup të rinj maroken, algjerian dhe shqiptar dhe pas ju dërgua në spital. Ju nënshtrua një operacioni që zgjati 8 orë. Në News 24 Ema Miranda tregoi peripeci që kaloi i biri, i cili pas ndërhyrjes kirurgjikale mbeti në koma për më shumë se 5 muaj. Ja kanë bërë karotinën shumizuara. Unë jam pa mundësi të nuk hec me kam, nuk mundo, nuk pol fare. Po? Nuk mund të lëviz dur. Deri tani, sa të ka shkuar spitali? Kalu, po, 250 ka kalu. 250.000 euro? Po? Për momenti do të paguje, deri në 50.000 euro do të paguje një makinerit si ka për në stomak, edhe fizioterapi shumë të shtrejta. Tashti janë në gjujnë familja. Po patjetër që... Pasi doli nga koma, Paulo mbeti tetraplegjik dhe ushqehet me tub, gjë që shtyu të ëmën Mirandën të bëjë pjesë e studios e emisionit Me zemër të hapur dhe të tregojë çfarë ka ndodhur një vit më parë, si dhe problemet e mëdha që vetë ajo dhe i biri përjetojnë akoma. Paulo kishte braktisur shkollën për të punuar dhe për të ndihmuar të ëmën që dhunoi nga babai i tij. Pas transmetimit të emisionit dhe thirrjes që vetë nëna bëri nëpërmjet GoFundMe, arritën të grumbulloshin në shumë pak orë nga shqiptar dhe italian gati 53.000 euro. Shuma ndihmon nënë e birë në atë që ishte edhe slogani i nismës, Paulo dhe Miranda në jetën e tyre të re së bashku.